Në kuadër të skenës verore, në kalat e Ulqinit, sonte do të mbahet mbrëmje letrare me poet nga Podgorica, ku moderatori i mbrëmjes do të jetë Ognjen Spahić. Mbrëm në skenë në kuadër të festivalit u dha shfaqja Varri i Qyqës nga teatri i Stref Begolli nga Peja, derisa të mërkurën e mbrëmje, para publiku të shfaqet monodrama Mos na harroni nga teatri kombëtar i Prishtinës me regji të Ismet Elezit, si dhe komedia Knasia Tralltis nga teatri i Shkodrës me regji të Sara Smaja. Netëve në vijim para publikut në kuadër të festivalit skena verore do të shfaqen teatri nga Tirana me shfaqen Një burr me dy gra, teatri i Prizrenit, teatri i Universitetit Prishtinës si dhe koncert me protagonist të menjor. Aktiviteti kulturor mbahet me organizimin e qendrës kulturore në përkujdesin e komunës së Ulqinit, ku ngjarjet do zhvillohen në muzeum të kalas shekullore. Sonte në Ulqin hapet panajiri i librit i 14 me radhë, aktivitet që do zhvillohet në Ranë, në rrugë nga objekti i Hollegros në drejtim të kalas së Ulqinit. Panajiri për adhuruesit e librit do të jetë i hapur deri në datën 24 gusht dhe sipas organizatorëve do të sjellë mbi 4000 tituj, prej të cilëve 400 tituj do të jenë të rinj. Sonte në Ostros të Krajës mbahet manifestimi në fillim të verës, apo siç njihen ndryshe, Ditët e Kulturës dhe Sportit në Kraj. Programi edhe këtë vit do të përmbajë aktivitete sportive në liçenin e Shkodrës, por edhe program kulturor nga shoqëri të ndryshme artistike, poet, instrumentist dhe humorist. Aktivitetit nuk do i mungojë edhe kuzhina tradicionale, ku organizatorët ftojnë për pjesëmarrje. Prej dje në librari filloi shitja e librave për këtë vit shkollor, është njoftuar nga enti për botimin e librave dhe pajisjeve shkollore. Librat për klasën e parë të shkollës fillore kushtojnë 34 euro e 60 cent, për klasën e dytë 41 euro e 90 cent, për klasën e tretë 38 euro e 70 cent, ndërsa për klasën e katërt 47 euro e 50 cent. Kompleti i librave për klasë të pestë kushton 55 euro e 60 cent, për klasën e 6 68 euro e 60 cent, për klasën e 7 84 euro e 20 cent, që është edhe kompleti më i shtrejtë, për klasën e 8 73 euro e 90 cent dhe për klasën e 9 78 euro e 30 cent. Çmimi i kompletit për libra për gjimnazin pa të gjuhës angleze për klasën e parë është 95 euro e 10 cent, derisa për klasën e dytë 77 euro e 80 cent. Kompleti i librave për klasë të tretë të gjimnazit kushton 64 euro e 90 cent, derisa për vitin e katërt 47 euro e 19 cent.